والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nderuar vëllezër, neve lulejmëruam më herët për të trajtuar një nga temat më të rëndësishme bashkëkohore, e cila jo vetëm është shumë rëndësishme për çdo besimtar që të di diçka rreth saj, po është e drejta e tij fetare të mësoj atë, siç thot Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, nuk e mësova të keqen që të bien atë, po si të ruam prej saj. Kurse neve e mësojmë të mirën, diturinë islame dhe shkencat e saj, që të shtojmë diturinë, të largojmë nga vetja ignorancën, pa diturinë, të punojmë me të dhe pse jo t'i bëjmë dobi vetes dhe tjerë. Dhe kjo është shkenca e kritikës, gjarhe dhe ta'dili, midis themelimi i parimet, autoritetet dhe devijimet bashkëkohore. Dhe Markeli do të lexoj tekstin, unë herë pas here do të shpjegoj temat e rëndësishme, dhe jam i bindur që në fund, edhe pse është çike gjatë tema, po jam detyruar të përmbledh mbi 40-50 referenca nga dietarët klasik shekullit parë, 2-3 hijri deri në shekullin e 8 hijri apo 7 hijri. Dhe qëllimi është që besimtari duhet të jetë syçel, i ditur, i kujdesshëm dhe nuk duhet të marrë tekste, fjalë njerëzish, të godas nderin e tyre, familjen e tyre, sidomos dietarë, njerëz të çmuar të umetit, me fjalë boshe të cilat nuk kanë asnjë bazë fetare. Dhe duke dëgjuar tekstin dhe studimin, ju do të kuptoni vetë shumë shpejt realitetin se ç'ndodh sot në botën islame. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndër disiplinat më të çmuara që dietarët e Sunetit ngritën dhe e përpunuan me mjeshtëri e shkenca e xehlit dhe të ta'dilit. Një shkencë që u krijuar për ruajtjen e fjalës së Zotit dhe të mësimit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ajo lindi si një urtësi dhe u zhvillua si një mekanizëm mbrojtës për fenë. Prej saj umeti mori përfitime të panumërta, sepse vetëm me zinxhirin të besueshmërisë ruhet autenticiteti i hadithit dhe trashëgimisë profetike. Mirëpo, kohërat ndryshojnë e bashkë me to ndryshojnë dhe provat. Në ditët tona ka lindur një fenomen i rrezikshëm i cili nuk ka lidhje me rrënjët të kësaj shkence të ndriçuar. Disa të rinj të shtyrur nga mosdia, nga zelli i pakontrolluar, ndonjëherë nga fanatizmi pas një dietari apo madje nga përzierja e qëllimeve të tjera, e kanë përdorur terminologjinë e xehlit dhe ta'dilit në mënyrë të gabuar, duke shndërruar me një armë për të goditur dhe për të përgojuar këto që mendon që nuk mendon si ata. Fjalët nuk bën më të shpejta se pesha e tyre, gjykimet më të lehta se përgjegjësia që mbajnë dhe etiketimet më të shpeshta se analiza e drejtë. Kjo nuk është rruga e dietarëve, as rruga e tefsirit, as e fikut dhe hadithit. E aq më pak rruga e zemrave të sinqerta. Shkenca e xehlit dhe ta'dilit nuk u krijuar për të përdorur si pretekst për ndarje, për të vënë emra njerëzve pa kritere, e as për të ngritur veten duke ulur të tjerët. Ajo është një shkencë që fal butësi, maturi, verifikim dhe frikë respekt ndaj Allahut. Kush e përdor jashtë metodologjisë dietarëve, ai e dëmton veten para se të dëmtojë të tjerët. Prandaj, para se të hyjmë në detajet e kësaj shkence madhështore, është e domosdoshme të ndalemi dhe të kuptojmë thelbin e saj, sepse vetëm kur njeriu kupton origjinë, peshën dhe qëllimin e një dije, ai e përdor atë me drejtësi dhe etikë. Vazhdo. Kuptimi i xehlit dhe ta'dilit. Në anën gjuhësore, e xherh në gjuhë do të thotë plagë, dëmtim ose fjalë që synon. Arabët thoshin xharah fulan, kur donin të thoshin se diçka e përshkroi tjetrin me një cilësi që e ul vlerën e tij. Se dikush, kur donin të thonin se dikush e përshkroi tjetrin me një cilësi që e ul vlerën e tij. At-ta'dil vjen nga fjala adala, që nënkupton drejtësi, përmirësim dhe shpallje të drejtë. Është përdorur për të treguar se dikush është i besueshëm dhe i drejtë në fjalën dhe sjelljen e tij.
E dyta në ana terminologjike, gjarh është deklarimi i një dietari se transmetuesi i hadithit ka ndonjë cilësi që e bën të pasigurt në transmetim, si mangësi në besueshmëri apo dobësi në kujtesë. Qëllimi është ruajtja e hadithit, jo nënshmimi i personit. Ta'dil është vlerësimi pozitiv që dietarët i japin një transmetuesi për besueshmërinë, devotshmërinë dhe saktësinë e tij. Me këtë ata tregojnë se hadithet e tij pranohen dhe mbështeten. Pra, është shumë e rëndësishme që ne ta mësojmë përmendësh anën terminologjike të fjalës gjarh. Është deklarimi i një dietari, pra dietarëve të hadithit, se transmetuesi i hadithit ka një cilësi që e bën të pasigurt në transmetim, si mangësi në besueshmëri, apo dobësi në kujtesë, apo konfuzion gjatë transmetimit, apo i përzihen hadithet e të ngjashme me këto. Pra qëllimi këtu është ruajtja e hadithit profetit nga shtesat, mangësitë, interpretimet e gabuara dhe jo nënçmimi i individit. Edhe kur ai ka gabime të rënda, dietarët e cilësojnë atë me cilësimin që meriton. Po. Pse lindi kjo shkencë? Kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit kur nuk e njohin origjinën e një meseleje, e diçkaje, kur nuk e njeh personi pse, arsyen pse është krijuar kjo shkencë, do të gjesh tek këta njerëz të cilët nuk e njohin rrugën e dietarëve të hershëm, gafa dhe pasoja të rënda edhe pse i vishin e quajnë veten dietar. Fillimi i përdorimit të isnadit dhe pyetja për të. Isnadi senedi i hadithit. Nga filani se pejgamberi ka thënë po. Sahabët tregonin kujdes për fjalën dhe veprat e profetit sallallahu alaihi wasallam, interesoheshin për isnadin dhe se baza në këtë është se i gjithë ummeti e mori fen nga sahabët, ndërsa ata e morën nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai e mori nga Zoti i mëdhëruar. Po. Hafiz Dhahabiu Ka thënë në biografinë e Abu Bekr Sidikut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ai ishte i pari që u treguai kujdesshëm në pranimin e lajmeve, haditheve. Transmeton Ibn Shihab nga Kubejsa ibn Duaib, një gjyshe erdhi tek Abu Bekri duke kërkuar pjesën e trashëgimisë. Po. Ai tha, nuk gjej për ty diçka në librin e Allahut dhe nuk e di që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur diçka për ty. Pastaj pyeti njerëzit, atëherë Mughira tha, kam qenë i pranishëm kur dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha asaj një të gjashtën. Ai i tha, a ke dikë që dëshmon për ty? Atëherë dëshmoi Muhammed ibn Mesleme për këtë dhe Abu Bekri i dha atë pjesë. Dhe në biografinë e Umerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, është thënë, ai është ai që vendosi vendoshmëri, ai që vendosi për muhadithët rregullin e verifikimit në transmetim dhe ndoshta ndalonte në pranimin e lajmit të një personi kur kishte dyshim. Pra, Abu Bekri e nisi i pari rahimahullahu taala për të vërtetuar se kjo fjala ka ardhur nga pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam apo jo. Pra kërkonte siguri. Qëllimi këtu nuk ishte të shikote të shpallte sahabin tjetër, shokun e tij si të pabesueshëm. Por mos të flasim të vinte një rregull që kur flasim për pejgamberin e Zotit alayhi salatu wasalam, të ketë diçka që është saktë. Pra erdhi një grua dhe kërkoi gjykimin, trashëgiminë e saj, pjesën e saj. Abu Bekri me sa dituri kishte tha, nuk kam njëri për këtë. Megjithatë do pyes, nuk mund të flas për pejgamberin e Zotit alayhi salatu wasalam për diçka pa dituri. Pyeti dhe tregoi Mughirja nga Muhammed ibn Mesleme, i cili ka qenë prezent kur pejgamberi ka bërë një vepër të tillë dhe kështu e miratoi Abu Bekri. Pastaj në të njëjtën metodë vazhdoi dhe Omeri radhiyallahu anhu. Vazhdo. Transmeton Furuj el-Jubairi nga Abu Nadra nga Abu Sa'id al-Khudriu, i cili tha, isha në një tubim prej tubimeve të Ansarëve kur erdhi Abu Musa sikur të ishte i shqetësuar dhe tha, kërkova leje nga Omeri 3 herë, por nuk më dha leje, kështu që u ktheva. Ai tha, çfarë të pengoj? Thash, kërkova leje dhe nuk më dha. Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush prej jush kërkon leje 3 herë dhe nuk i jepet leja dhe të kthehet. Ai tha, pasha Allahun do të më sjellësh një provë për këtë. Atëherë Ubej ibn Ka'b tha, nuk do të ngrihet në ty përveç se më i riu i popullit. Unë isha më i riu, kështu që u ngrita me të dhe i tregova Omerit se profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte thënë këtë. Hafiz
Ibn Hajeri ka thënë, në disa rrugë transmetimi ka ardhur se Omeri tha Ebu Musait, unë nuk të akuzova ty, por pata frikë që njerëzit të mos guxonin të transmetonin hadithe nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pa verifikim. Pra, nuk është qëllimi kur ti kërkon një argument, një sqarim, një verifikim, nuk është qëllimi nënçmimi i tjetrit, por verifikimi i asaj që ka ardhur nga i dërguari i Zotit Aris. Edhe pse ishin sahab këta, sahabi kërkonte argumente sahabit profetit. Nga kjo pasaj dietarët e hadithit, siç do të vinë më vonë, vun rregulla. Dhe arsyet pse vun rregulla do të vinë më pas. Gjithashtu Hafiz Ebu Hatim ibn Hibban ka thënë, Omeri e bëri këtë për të verifikuar transmetimin nga Ali ibn Abi Talibi, duke kërkuar dëshmi nga ai që transmetonte nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ata ishin të besueshëm, për t'i mësuar të ruheshin nga gënjeshtra ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, këta të dy janë të parët që u luftuan rreth njerëzve në transmetim dhe verifikuan lajmet. Më pas njerëzit i hoqën në këtë, i ndoqën në këtë. Po. Kjo që kanë sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte për të ruajtur nga gënjeshtra e tij, jo sepse ata dyshonin në transmetimin e njëri tjetrit. Pas përhapjes Kjo është, më bëni Allah, kjo është faza e parë. Sahabët e donin njëri tjetrin, kishin respekt për njëri tjetrin. E megjithatë kërkonin verifikimin e disa lajmeve që vishin nga profeti alayhi salatu wasalam për të qenë preciz në gjykim, për mos gjykuar me mendjen e tyre. Por aty ku ka tekst nga i dërguari i Zotit, gjykon. Aty kur nuk ka tekst, mblidheshin, diskutonin dhe pastaj jepnin vendim. Po. Pas përhapjes së hadithit dhe shtimit të fitneve dhe përplasjeve në sekteve, u shfaqën dy probleme. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar pse ata më pas verifikonin çdo fjalë që vinte, çdo burr transmetimi. Njerëz me kujtesë të dobët që gabonin pa qëllim. 1. Njerëz të prirur ndaj shpikjes dhe interpretimit të pavërtet. 2. Dietarët e hadithit u detyruan të analizojnë transmetuesit për të mbrojtur fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak ka thënë, zinxhiri i transmetimit është pjesë e fesë. Po të mos ishte zinxhiri, kushdo do të thoshte ç'të donte. Imam Muslimi në hyrjen e Sahihut shton se kjo shkencë është buroja që ruan fen nga njerëzit e pabesueshëm. Pra të gjithë tekstet që u kam sjell janë nga dietarët e shekullit parë Hijri, 2 Hijri, 3 Hijri, 4 Hijri kështu me radhë. Pra studimi është mbushur me plot tekste nga ulemat e hadithit, të cilët kanë vënë këto rregulla pikërisht për të ruajtur fenë e Zotit dhe me të gjitha hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam nga shpikje. Shkoça thot Ibn Mubarak, nëse nuk do të ishte zinxhiri i transmetimit, njerëzit do thonin kushdo do thotë ç'a donte dhe si donte. Por fatikisht në fenë tonë nuk është kështu. Po. Transmeton Imam Muslimi me zinxhirin e tij deri tek Mujahidi, i cili tha, erdhi Bashir bin al-Adawi te Ibn Abbas dhe filloi të tregojë hadithe duke thënë, ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, por Ibn Abbas nuk i jepte leje hadithit të tij dhe nuk e shikonte fare. Po. Ai tha, o Ibn Abbas, ç'është me ty që nuk e dëgjon hadithin tim? Unë po të tregoj nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ti nuk më dëgjon. Ai tha, ne dikur kur dëgjonim një njeri të thoshte ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i drejtonin me njëherë syt dhe veshët tanë nga ai në vëmendje të plotë. Por kur njerëzit filluan të përzihen e u shfaqen gënjeshtra dhe dobësit, ne nuk marrim nga njerëzit veçse atë që e njohim, si të besueshëm. Rregull. Ti po thua ka Rasulullah, ka thënë pejgamberi, më na sill burrat transmetimit. Jo ka thënë pejgamberi Zotit alayhi salatu wasalam dhe nuk na sill asnjë lloj argumenti. Pra qëllimi këtu o vëllezër me këtë shkencë është ruajtja e fesë, dhe jo marrja me individën vetvete për çështje personale, apo fanatizëm sektar, apo fanatizëm medhebor e të ngjashme se këto, apo xhelozi individësh që dietarët do të vinë më pas do të shpjegojnë me 10 shembuj që kemi përgatitur. Po. Dhe transmetohet gjithashtu me zinxhirin e tij deri tek Muhammed ibn Sirini. Pra Imam Muslimi transmeton nga Ibn Sirini me zinxhir transmetimi, i cili tha, në fillim nuk pyesnin për isnadin, zinxhirin e transmetimeve, por kur ndodhi fitnia trazira thanë, na i përmendni njerëzit tuaj, transmetuesit, atëherë shikohej, nëse ishte prej pasuesve të sunetit, merrej hadithin e tij. E nëse ishte prej bidatshimve,
risimtarëve nuk merrej hadithi i tij. Pra, kur ka për qëllim Sirini, kur ndodhi fitnja, është me vrasjen e Uthmanit radhiyallahu taala, e cila pasoi me fitnën me kohën me vrasjen e Aliut, e tu kur hapën sektet e ku çdo grup pretendonte të vërtetën, atëherë filluan ulemat e asaj kohe të kërkonin me rigorozitet dhe precizitet burrat e transmetimit. Nëse shikohesh që personi kishte ndikim doktrinal të rrezikshëm dhe interpretonte sipas medhhebit të tij, nuk merresh hadithi. Por edhe se mund të ishte xhavariç apo shia, për krahasit e Aliut, por nuk gënjente për hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam, do të vinte nga shembull që do të japim, ulemat thoshin ka prirje xhavarixhësh, por preciz në hadith, ka prirje shiite, po precizës në hadith. Nëse ishte e kundërta, nuk e pranonin hadithin. Dhe nga Jakub bin Shejbe, i cili tha, kam dëgjuar Ali bin el-Mediniun të thotë. Ali ibn Medini është hoxha i Buhariut rahimullahu taala dhe thot Buhariu nuk e kam dhirë në veten përpara më të vogël para skujt se sa përpara Ali ibn Medini. Ka qenë nga gjigantët e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën kur Imam Ahmedi u sprenua me fitnën e krijimit të Kuranit, nga tortura dhe dhuna, e pranoi gjë të tillë, Zoti e falë dhe mëshiroft. Pra, Imam Ahmedi rezistoi, po pati shumë prej dietarëve që u vranë, që nuk pranuan dhe shumë të tjerë nga rrahja dhe nga torturat, pranuan me gjuhë, që dihet, po jo me zemër, që Kurani ishte krijuar. Por megjithatë ka qenë dhe të vazhdon të jetë nga gjigantët e hadithit. Nga gjigantët e hadithit. Po. Muhammed bin Sirini ishte ndër ata që shqyrtonin hadithin dhe urrëtonin për isnadin, zinxhirin e transmetimit. Nuk dim ndonjë para tij që të ketë bërë këtë. Imam Ahmedi flet për kohën e Ibn Sirinit vetë, flet për kohën e Ibn Sirinit. Imam Ahmedi transmeton nga Xhabir bin Nuh, i cili thotë: na tregoi el-Ammash nga Ibrahim An-Nakhai, po. Nakhai, po. Nakhai, i cili tha: vërtet filluan të pyesin për isnadin vetëm në ditën e el-Muhattarit. Jo Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi, pra ka qenë për një prisave të muslimanëve të së kohe, i cili në fillim pati për kraje për Aliun, pastaj pati probleme tjera dhe thash kur u shtuan fitnet, fillonin dietarët thoshin na jepni çik burrat e transmetimit. Po. Hafizi Abu Muhammad bin Halaf al-Raha Murmuzi. Ramahuzi. Po. Transmeton me zinxhirin e tij deri tek Imam al-Sha'bi, ma Rabi bin Huthaym. Po. Rabi Huthaimi, po. Kush thot la ilaha illallah, i vetëm pa ortak, atij i takon sundimi dhe atij i takon falënderimi, bëri kështu e kështu. Tha al-Sha'bi, i thash, nga kush e ke këtë? Tha Amr bin Mejmun. Nga Amr bin Mejmuni, po. E takova Amr bin Mejmuni dhe i thash, nga kush e ke këtë? Tha Ebu Ejubi, shoku i të dërguarit Allah. Ebu Ejub al-Ansari, sahabi pejgamberit alayhis. Po. Tha Yahya ibn Said al-Qattan, dhe kjo ishte hera e parë që u kërkua Islamin. Faktikisht nuk është kjo hera e parë. Dietarët kur flasin për periudhat e kohës, brezi i parë. Pra, në shekullin e parë, brezi i dytë kush ka folur, brezi i tretë kush ka folur, që ka qenë strikt dhe ka kërkuar me domosdoshmëri zinxhirin e hadithit. Po. Objektivi i shkencës. Beja, edhe kjo është shumë, çka ka për qëllim, ç'a objektive është ka kjo? Pra këtu është, siç e thamë, është rëndësia e madhe që duhet të i vëri besimtari në lidhje me këtë shkencë. Por çfarë flet kjo shkencë? Ç'a objektiva është? Të merret me njerëzit, përgojoj ata, të nëpërkëmin nderin e tyre, të poshtrojë të tjerët. Jo, dëgjoni më mend. Objektivi nuk është cënimi i nderit të njerëzve, por sqarimi i besueshmërisë së transmetuesve për të ruajtur hadithin. Këtu pastaj do t'u japim shembuj pafund nga dietarët e hadithit se çfarë thon për objektivin e kësaj shkence. Po. E para, Imam Ahmed ibn Hanbal thotë: kur kritikojmë transmetuesit, kjo nuk është në pasionet tona për mbrojtje e fesë. Imam Ahmedi gjithashtu ka thënë: gjeh dhe ta'dil nuk është ngritje e vetes, është mbrojtje e hadithit. Verni me vëmendje fjalët e dietarëve. Pra vini re me vëmendje. Po. E dyta, Ibn Sirin ka thënë: kjo është feja juaj, shikoni prej kujt e merrni. Po. Imam Buhariu ka thënë: kritika bëhet vetëm për të dalluar të saktën nga e pasaktën. Tarikh el-Kebir. Është libri. Vazhdo mos e lëro referencat. Imam Muslimi.
E pesta, Imam Muslimi thot, sqarimi i transmetuesve është farz kifaje. Po. Imam Ibn al-Mubaraku ka thënë, ai që heq nga e vërteta, ja shkatron fen njerëzve. Po. Kapitulli i parë. Kuptimi i shkencës së xehrit dhe ta'dilit tek muhadithinët e hershëm klasikët në aspektin praktik. Pra, më herët dietarët shpjeguan objektivën dhe arsyen pse është kjo shkencë. Këtu do të sjellim shembuj praktik dhe teorik si e shikonin ata. Ndryshe nga që shohim sot, ku njerëz të paditur, pa edukat, pa dituri rreth fusësh përkatëse, pa pikën e moralit, flasin kundrejt dietarëve, daveçime, njerëzve të fesë dhe ekzonojnë këtë përgojim xherr dhe ta'dil. Po. Shuba Ibn al-Hajjaj ka thënë, kritika e transmetuesve është gjysma e diturisë. Po. Sufjan al-Thauri ka thënë, kush i shmanget kritikës e transmetuesve ka dashur të shkatrojë fen. Po. Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ka thënë, xehri është amanet, ruani gjuhën nga padrejtësia. Ali ibn al-Medini ka thënë, ky është një shkencë që nuk e mbart kushdo. Është për atë që Allahu i ka dhuruar zgjuarsi. Abdurrahman ibn Mehdi ka thënë, ne nuk bëjmë xehr me dëshirën tonë, por me atë që kërkon feja. Po. Imam Maliku ka thënë, nuk dëshmoj për dikë si i drejt derisa të dëshmoj koha dhe njerëzit për të. Po. Imam Shafiu ka thënë, njeriu nuk quhet i drejt derisa fjalët e tij të jenë në harmoni me veprën. Po. Sufjan ibn Uyeyne ka thënë, ta'dili është më i vështirë se xehri, sepse çdo kush mund të kritikojë, por pak mund të vlerësojë drejt. Po çdo. Ibn Abi Dhib Tabiri ka thënë, besueshmëria e transmetuesve është pjesë e fesë. Po. Yahya al-Qattan ka thënë, ai që e meriton ta'dilin i është dhënë der i madh në Allah. Po. Imam Ahmed ibn Hanbali ka thënë, xehri dhe ta'dili është punë e madhe dhe nuk i hyn askush përveç atij që friksohet në Allah. Pra kemi 12 tekste, sepse mund të bija këtu dhe 100, po kam sjellur 12 nga 3 bezat e parë, arsye që mos të zgjatesh në shumë studimi që tregojnë objektiva dhe arsyen pse dietarët e hadithit janë marrë me këtë shkencë dhe kanë folur, dhe cila është arsyeja. Po. Kapitulli 2. Parimet bazë të xehrit dhe ta'dilit dhe kush ka të drejtë të bëjë xehr dhe ta'dil. Tashti krahasojeni këtë që do të dëgjoni nga gjigantët e hadithit dhe kushtet dhe rregullat me atë që ndodh sot në aktualitet. Qofshin ata dhe dietarë që shquhen gjoja për shkencën e xherrit dhe ta'dilit. Gjoni më mend dhe bëni krahasimin, asnjë gjë tjetër. Muhadithinët si Ibn Salahu, Nawawi, Dhahabiu, Ibn Hajar dhe muhadithinët e hershëm klasikët ka thënë se kritiku duhet të ketë cilësitë më poshtë. E para, dituria e thellë e hadithit dhe defekteve të tij. Helen, pra, smundjet e hadithit. Po. E dyta, nivelet të larta të drejtësisë dhe moralit. 2. E treta, njohje e saktë e terminologjisë së kritikës. E katërta, aftësi për të peshuar provat dhe për të dalluar shkallët e dobësisë. Po. E pesta, panashmëri e plotë, larg pasionit dhe konfliktit personal. Prandaj nuk lejohet që një i ri pa dije të flasë keq për dietarët dhe të quajë këtë xherr. E para, pra kushti i parë fillon dija e thellë në hadith. Çfarë thon dietarët për këtë? Dija e thellë në hadith, Yahya ibn Sa'd al-Qattan thot, po të mos ishte dija e transmetuesve, do të ishte mbytur ummeti në shpikje. Imam Buhariu ka thënë, kush flet për transmetuesit duhet të ketë provë më të fortë se vetë transmetimi. Imam Buhariu gjithashtu ka thënë, nuk kam regjistruar në Sahihun tim asnjë transmetues për të cilin nuk jam bindur plotësisht. Pra, po të shohë Sahihun e Buharit rahimullahu taala, janë shumë prej dietarëve të hadithit dhe transmetuesit që kanë pasur mangësi dhe në çështjet e akidës. Ka pasur për tyre me pritje xhavarixhësh, me prirje shiitësh, me prirje ilxha, me prirje të bindjeve të tjera shkollave juridike, mirë po ai ka zgjedhur vetëm ata që kanë qenë precizë në hadithin e profetit dhe nuk gënjenin për pejgamberin alayhis salatu wasallam. Dhe nëse do të ishte
domethënë e ndaluar transmetimi prej tyre në mënyrë kategorike, atëherë dietarët e hadithit ne nuk do të kishim sot 6 librat e Sunenit, Buhariu, Muslimi, Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah e tjerë me radhë. Pra edhe pse ndonjë prej dietarëve mund të ketë gabime, mund të ketë ijtihadin e tij në disa mesele, kjo nuk e rrëzon pozitën e tij në dituri. Por themi, siç thoshin dietarët, është një i ditur këtë, por në këtë mesele ka gabim. Normal. Dhe kjo thash është shkencë që dietarët ja lejojnë kritikën njëri tjetrit. Po jo individ të thjesht si ne sot. Përgojojnë gjithë dynjan në emër të filanit dhe filanit dhe filanit, duke injoruar të gjithë rregullat që ka vendosur dietarët e hadithit. Po. Ali ibn al-Medini Gjoni këtë është shumë e rëndësishme. ka thënë: e kam shkruar biografinë e 100.000 transmetuesve. 100.000 transmetuesi. Dhe vinë sot njerëz të paditur. Mund t'i quajmë rrugësh me mënyrën që përdorin sot, jargonin e sot. Ka guximin të flasi për njerëz kurse ata që kanë ditur 100.000, 200.000 biografi transmetuesish flisin me kujdes mbi individet. Me kujdes mbi individet. Pse? Sepse është frikë e madhe kjo në çështjet e lidhjen e fesë Allahut azza wa jalla. Po. Ibn Mahdi thot: nuk kritikon kush nuk i njeh transmetuesit në jetë dhe në vdekje. Si e bashkosi tyre? Sot nuk ka më xherr dhe ta'dil. Sot ka këshill, ka kritik për hir të Allahut, ka lajmërim, urdhërim për mirë, ndalim nga e keqja. Pra kjo është një shkencë që është mbyllur. Si mund themi në të bëj xherr dhe ta'dil filani kundër filani, filani kundër filani? Çfarë lidhje ka kjo me shkencën e hadithit? Çfarë lidhje ka kjo me mbrojtjen e hadithit profetit alayhis salatu wassalam? Apo me senedin burra dhe transmetimin? S'ka asnjë lidhje. Po. Shoba ka thënë: unë jam portieri i hadithit, nuk hyn tek unë të dyshimtët. Vërtet Shubja ka qenë nga ulemat e hadithit nga më të shtrëngurit. Nga më të shtrëngurit. Shuhet Shubja ibn Hajjaj, shuhet Yahya ibn Sa'id al-Qattan, shuhet Yahya ibn Ma'ini, nxënës bashkosi i shoku i ngushtë i Imam Ahmedit. Shoku i ngushtë i Imam Ahmedit. Po. Imam Ahmed ibn Hanbel thot: jarh wa ta'dil është punë e madhe dhe nuk i hyn askush përveç atij që i friksohet Allahut. Po. Nuk lejohet të flitet për transmetuesit derisa duke pasur prova të qarta. Po. Yahya ibn Ma'in thot: ai që bën xherh duhet të jetë i drejtë, i besueshëm dhe të mos flasë sipas mullafit. Ne nuk flasim për njerëz për qejf. Ne dëshmojmë atë që kemi parë në sytë tanë. Pra këto janë gjithë dietarët e ulemat e hadithit që e kanë vendosur këtë shkencë, e kanë ruajtur këtë shkencë, e kanë përcjellur këtë shkencë. Po. Imam Muslimi ka thënë: të flasësh për transmetuesit është amanet dhe kush e bën pa dituri është mëkatar. Po, gjithashtu ka thënë, po vazhdo poshtë, njohja rregulli i dytë, kushti i dytë pra, për të marrë me këtë shkencë. Njohja e biografive të transmetuesve. Po. E para, Ibn Sa'di ka thënë: biografit janë themeli i kritikës. Nëse ti nuk e njeh biografinë e një personi, por thjesht dëgjon ka thënë ky, ka thënë ai, po e marrin të miratuar sikur ty të lejohet, si mund të gjykosh me një person kur ti nuk di asgjë për këtë? Vetëm se ka thënë filani. Edhe kjo do të vi. Do të vi dhe kjo puna, ka thënë ky, ka thënë ai. Po. Imam Buhariu ka thënë: nuk ka hadith pa njohur kush e transmeton. Pra të gjithë kjo shkencë lidhe me dietarët e hadithit, transmetuesit e hadithit, nuk ka të bëjë fare me trajtimet politike personale që bën sot. Imam Muslimi ka thënë: kush nuk i di brezat, nuk i përket kësaj shkence. Tabaqatul muhaddithin quhet kjo, brezi i parë, brezi i dytë, brezi i tretë. Pra ky grup ka qenë bashkëkohës me këtë grup dietarësh, ky grup ka qenë bashkëkohës me këtë grup dietarësh e kështu me radhë. Imam Ahmedi ka thënë: tre dituri nuk merren nga tre njerëz, i eksagjeruari, bidatçiu dhe gënjeshtari. Pra kush e eksagjeron në kritikën ndaj njerëzve, që është ekstremist në kritikën ndaj njerëzve, ka pasur edhe në kohën e dietarëve të hadithit, Buhariut dhe Muslimit, kur kritikonin njerëz dhe tepronin kritik. Thua ti që ai njeri që transmeton hadithin ka qenë shejtan. Në faktikisht dietarët mesatar në kritik kanë qenë Buhariu, Imam Ahmedi, Imam Maliku rahimullahu taala dhe shumë dietarë të tjerë, Imam Muslimi, Abu Davudi, Tirmidhiu, ka qenë shumë njerëz mesatar. Nesaiu, dietarët janë ndarë në dy mendime, ka qenë i ashpër apo jo, po shquhesh para ashpërsisë Shu'be ibn Hajjaj,
pastaj shquhesh Yahya ibn Ma'in, pastaj shquhesh Yahya ibn Sa'id al-Qata, Abu Hatim al-Razi, ka qenë shumë i shëndruar, ka qenë mesatar. Abu Zur'a al-Razi ka qenë mesatar, pra ka qenë njerëz që gjykonin, pra shikonin shumë anë kur gjykonin me një transmetues. Pra të dyja palët do thonin ka qenë gjigant hadithit, por dietarët shikonin edhe aspektin personal, inatet personale. Do të vijë këtë. Po. Ibn al-Medini ka thënë, dija e transmetuesve është mbreti i diturisë. Po. E treta drejtësia dhe objektiviteti. Pra ai që gjykon mbi njerëzit çu do të jetë. Pra kushti i tretë. Sufjan al-Thauri ka thënë, kush kritikon me zemër të sëmurë, nuk merret fjala e tij. Ibn Abi Hatim ka thënë, Gjerhi është dëshmi. Dëshmitari duhet të jetë i drejtë. Ti flet për dikë, sill një argument. Jo po m'duket mu, jo po ka thënë, jo po thuhet, jo po ka thënë, bën zgjedhim me foljesh. I tha, thuhet, po thot. Asnjëherë nuk ka lexuar gjysmë libri. Ndoshta akoma s'di lexoj Fatihan, merret dhe gjykon dietarët e fesë islame. Ibn al-Mubarak ka thënë, ne kritikojmë për Allahun, jo për vetët tonë. Yahya ibn Ma'in ka thënë, mbaj gjuhën nga padrejtësia, se ajo vret njerëz. Po. Abdullah ibn Mubarak ka thënë, kritika pa takua është shkatërim. Pa kritika, pa devotshmëri, pa qenë njeri i kujdesshëm, është shkatërim. Pra ti kur po flet për njerëzit, po shkatron jetën e tij, nderin, pasurinë e atij personit, duhet të kesh kujdes. Po. Rregulla të detyrueshme për Gjerhi. Po, bëri xharh. Po. E para, Gjerhi duhet të jetë i argumentuar, jo mbushje me fjali të përgjithshme, me shkak të qartë, gabim në kujdes, shkelje morale, shpikje e tjerë. Pra, duhet fakte. Pra, do të vijë dhe faktet se si të gjykonin dietarët mbi njerëzit që kanë çështën e shkencën e hadithit kur gabonin edhe në rrugën e transmetimit. Çfarë thoshin ata? Po. Pra, shprehja që përmendin dietarët e hadithit është nuk merret fjala e bashkozëve kundër një tjetrit pa shkak. Kalove diçka. Pra, i shkallëzuar, pra, për shkak të gabimit në kujtesë, shkelje morale, shpikje, poshtë, si duhet të jetë Gjerhi? Po, i shkallëzuar sipas terminologjisë, si saktësia, dobësia, shpikja, gënjeshtja e tjerë. I bërë me drejtësi dhe pa shtunim, smir, xhelosi e tjerë. Po. Tash i vazhdo. Pra, shprehja që përmendin dietarët e hadithit është nuk merret fjala e bashkozëve kundër një tjetrit pa shkak. Është një parim i njohur në metodologjinë e dietarëve të hadithit dhe të biografive, sidomos për të shmangur ndikimin e xhelozisë, rivalitetit apo mospajtimeve personale në kritikë. Pra, ulemat ka qenë dhe të kujdesshëm kur dietarët e hadithit në atë kohë kritikonin njëri tjetrin. Po i jap disa shembuj nga historia islame se si ndikon xhelozia në gjykimin ndaj njerëzve. Po e filloi nga një dietar i gjuhës, Imam Sibawayhi rahimahullahu taala, mjeshtri i gramatikës arabe dhe giganti i gjuhës arabe. Nga xhelozia për një mesele në gramatik, shokët e tij ngren kurth dhe shkojnë për të gjykuar në një vend, andaj nga ishin nga Samarkandi, mos gaboj, nga ishin dietarët e gjuhës. Dhe prisja e saj kohe i mbledh të gjithë dietarët dhe gramatikcenët e asaj shkence. Dhe ata bien dakord, nëse Sibawayhi thotë kështu, ne do themi të kundërt. Nëse Sibawayhi thotë kështu, ran dakord, ne do themi të kundërt. E megjithatë kur shkuan në debatin akademik, u pyet Sibawayhi dhe dha mendimin e tij dhe argumentet e tij nga Kurani dhe hadithet e profetit dhe nga gjuha arabe, se si e përdorin arabët këtë fjalë gramatikisht. U hodh pala tjetër dhe hodhi poshtë duke hedhur të kundërtën e saj, nga xhelozia. E megjithatë prisi i asaj kohe nderoi të dyja palët. Kurse Imam Sibawayhi rahimullahu taala vdiq nga marazi dhe xhelozia e shokëve të tij. Por shkak se ata nuk treguan të vërtetën me anën gramatikore, por historia e vërtoi më pas që ai ishte në hak. E njëjta gjë ka ndodhur me Buhariun rahimullahu taala kur sheku i tij, hoxhallarët e tij për një mesele, çështje smire, e kritikuan Buhariun për te edukatës dhe etikës që ai e meritonte. Shtuan mbi një kritik që ai nuk e meritonte. Por se ulemat e hadithit kanë thënë nuk ka ardhur në dynja dhe as do të vi një ngjashëm si Imam Buhariu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimullahu taala. Prandaj
ka pasur edhe raste të tjera kur xhelozia i ka bërë dietarët e Islamit që të vdesin në shtëpitë e tyre të mbyllen nga smira që patën kolegët e tyre ndaj tyre. Dhe shpifja që bën vetëm nga xhelozia. Prandaj ulemat vun rregullin: la yu'khadhu bi qawli al-aqrani bila sabab. Nuk merret fjala e bashkosëve kur një dietar cënon, shan apo fyen dikë tjetër, ky bën, ky s'bën, ky është kështu, ky është ashtu, pa argument. Kush është sebebi? Thon as-sababu labuna yakun mufassaran. Shkaku që ti kritikon dikë duhet të jetë me shpjegim, mos sill fakte. Jo ka thënë ky, ka thënë ai. Ka thënë ky, ka thënë ai. Ka thënë ky, ka thënë ai. Ky sheku ka thënë këtë për këtë sheku. Ky sheku ka thënë, po çfarë fakti sjell? Ka thënë ai, e di ai. Jo, nuk kanë fen tam kështu. Pra nuk do të gjesh as tekst nga ulemat e hadithit, që të flasin në këtë lloj forme pa dituri dhe pa rregulla dhe pa edukat. Po. Ibn Sirini thot, kush kritikon pa provë është përgojues. Shjeto. Jahja ibn Ma'in thot, thuaj argumentin ose hesht. Vazhdo. Shurba thot, unë nuk kritikoj pa të paktën 2 provë. Po. Ibn Mehdi thot, gjerhi pa argumente të gënjeshta. Po. Ali ibn el-Medini thot, argumenti është mbreti. Po. Ibn Abdullah thot, nuk pranohet fjala e njërit kundër tjetrit pa provë, sidomos kur mes tyre ka rivalitet ose armiqësi. Më shjeto se këto tekste nuk do të gjeni ndonjëherë në historinë e Xherrit të Adile. Vazhdon. Unë kam sjell, kam shkurtuar se thash këto janë shumë fjalë ulemave. Po. El-Khatib el-Baghdadi thot, kritika pranohet vetëm kur shpjegohet, nuk pranohet kur është e paqartë. E si nuk pranohet kur vjen nga një bashkëkohës rival. Pra ka pasur, mos u habisni kurrë vëllezërit e mi. Dhe doni një shembull bashkëkohor, po e përmbledh shumë shkurt pa hyrë në detaje, për të ruajtur nderin dhe pozitën e shumë dietar. Një nga njerëzit që është bërë pa drejtësi, Zoti mëshiroft, dhe është kritikuar pa drejtësisht ose në themin në një farë mënyre është nxjerr pa drejtësisht nga Medina, është hoxha jon Muhammed Nasruddin al-Albani rahimullahu ta'ala. Pozita e tij në shkencën e hadithit. Dituria e tij e gjerë në të shkencë. Pajtohesh apo mos pajtohesh me të nga ana shkencore, pra njerëzit që mblidheshin rreth tij, dashuria e madhe që kishin për të, edhe kritika që kishin grupi i marrë për të, kjo i çoi shumë prej njerëzve që të shpifin ndaj tij, të sjellin urrëtie ndaj tij, të mbivlerësojnë veten kundër tij etj me radhë. Pra, mos u habisni që xhelozia ka qenë ashtu do të ngelet deri në ditën e Kiametit, qoftë për shkak profesionit, qoftë për shkak të aftësive, qoftë për shkak të diturisë, qoftë për shkak të pasurisë, qoftë për shkak të suksesit që jep Allahu shumë njerëzve. Pra, janë gjëra normale. Neve nuk na takon të futemi në mesin e gjigantëve kur ata kritikojnë njëri tjetrin dhe kur gabojnë kundër njëri tjetrit. Ibn Rajab el-Hanbali thot, fjalët e bashkosëve lihen me njërin, sidomos kur dihet se mes tyre ka rivalitet. Po. Imam Nevavi thot, kritika nuk pranohet veç se shpjeguar, që të mos jetë nga urrejtja apo xhelozia. Po. Al-Dhahabi thot, Dhahabiu. fjalët e bashkosëve kundër njëri tjetrit nuk merren parasysh, sidomos kur duket se burojnë në armiqësi, me dhëp apo xhelozi. Po. Gjithashtu Dhahabiu thot, duhet kujdes dhe verifikim në fjalët e bashkosëve për njëri tjetrin, sepse shpesh vijnë nga fantazimi ose paragjykimi. Pra vijnë nga fantazimi ose paragjykimi, ndonjëherë nga xhelozia dhe fanatizmi. Dhe për këtë po ashtu kemi. Pra u thash, ju kam sjell tekste nga dietarët e shekullit të parë Hijrit deri 8 Hijrit, deri Ibn Hajar al-Asqalani. Po. Ibn Hajar al-Asqalani thot, fjalët e bashkosëve kundër njëri tjetrit palosen dhe nuk transmetohen, sidomos kur kanë shkaqe jo fetare. Xhelozia, pra shkaqe fetare, ka xhelozi. Dhe siç u thash, Imam Buhariu, bashkos shumë njerëz kanë pas xhelozin ndaj tij, Zoti mëshiroft. Po. Gjithashtu Ibn Hajar al-Asqalani thot, kur vërtetohet se kritika buron nga pasioni apo fanatizmi, ajo nuk pranohet. Po. Përmbledhje metodologjike. Po. Nga këto tekste del qartë se dietarët klasik dhe ata të mëvonshëm kanë vendosur disa rregulla. E para, kritika nuk pranohet pa argument. Sebeb. Po. E dyta, kritika e bashkosëve shpesh refuzohet për shkak të xhelozisë, fanatizmit, rivalitetit
dhe kritika duhet të jetë e argumentuar, mufassar, e drejtë dhe pa pasion. e drejtë e pa pasion. Fakti që në kohën tonë ka ndodhur kritika, një hoxhë bën një tjetri, një dietar bën një tjetri, këto nuk e bën të keq palën tjetër se e kritikoj unë. Thëmën hoxhë filani nuk e ka mirë këtu, edhe thotë hoxhë Albani se ka mirë këtu, po marrim shembull vetën tonë. S'është argument kjo. Argument është kur njëra nga palët sjell fakte pa kundërshtueshme për meselen, dhe kuptohet që ata nuk kanë çështje personale, as çështje xhelozie. Po u jap një shembull, kam qenë me mezhlisin e 6 dietarëve të hadithit të njohur botës islame, prezent me ta në ushqim. Nuk e përmend emrat, në kasim. 6 prej xhallarëve të njohur në Arabi Saudite të hadithit. Njëri prej tyre përmendi, më shpjegoi pak thellësisht ajo meseleja mes teje dhe hoxh filanit. Dhe përmendi ky hoxha i nderuar shumë i njohur me fam botërore në shkencën e hadithit, tha, fitova temën e deklaraturës në lidhje me Sahihun Imam Muslimit. Dhe pasi e fitova temën, më vjen një kritik, thot, nga filan hoxh. Në ditën e Bajramit, sa që ma ktheu Bajramin zi. Pra, ma ktheu Bajramin zi. Dhe shpjegoi arsyet të cilat nuk ishin as pak akademike. As një rregull akademik. Por thjesht xhelozia i bën këto mesele që njerëzit të çojnë, edhe pse ai qoftë mund të jetë hoxh i njohur dhe dietar. Dhe u desh ndërhyrë një dietar i tjerë të madh që ta ndalonte këtë mesele ku xhelozia i ka përcjell kufit fetar. Pra unë kam qenë prezent, kam qenë 6 persona ulemat hadithit prezent me hoxhën tim. Pra asnjëherë besimtari nëse shikon që ka çështje të tilla, nuk duhet futet kurrë mes dietarëve, apo të gjykoj, apo të komentoj, apo të bëhet parti apo grup me njërin apo tjetrin, sepse kjo nuk i takon atij të merret me gjë të tillë. Dhe nëse shikon që ka padashje rroshkitje nga një prej ulemave, ne nuk ndjekim gabimet e tyre. Sepse ata janë yjet e Islamit, janë njerëz që përhapin fenë e Zotit. Gabimet e tyre lehen tek Allahu Azza wa Jell dhe meselet midis tyre dhe gjykimet midis tyre lihen tek Zoti. Por jo njerëz pa edukat, pa moral, pa dituri, pa mësuar bazat e fesë akoma, ky thot, ky bën, ky s'bën, ky kështu, ky ashtu. Madje kanë vazhduar dhe hedhin helmin edhe në xhamit e Myzeqes. Mos mësoni këto xhallar të Lushnjës, nuk janë në menhexhin selefi, nuk e kanë akiden e mirë, nuk mos mësoni te këta, mos mësoni ata. Mësoni te ky, mësoni ke ai. Thua vallë vëllezër, neve kemi ardhur për të shpifur në fe të re këtu. Dhe po sjellim argumente të reja. Jo valla. Jo valla. Jemi thjesht brenda normave dhe etikës islame që duhet të përcjellim diçka nga feja e Zotit. Po, vazhdojmë, kemi argumente, shembull. Pra, shprehja që përmendet është në përputhje të plot me metodologjinë klasike të muhadithimit. Shpjegoj që të kuptojnë çunat ç'është. E dyta, po, xheli nuk pranohet nga dikush me bidate të rënda. Pra ka njerëz që e dinë janë sektar. Khawarij, Mu'tazili, sufi të tërbuar, njerëz që kanë probleme me akiden, me metodologjinë, me të gjitha. Nuk mund të marr çfarë thotë ai për një dietar. Njëri që ka devijuar nga feja e Zotit Azza wa Jell, e megjithatë ulemat e dietarët e hershëm ka qenë kujdesshëm edhe në cilësimin e kundërshtarëve të tyre në çështjen e doktrinës. Pse? Që do të jesh i drejtë. Do të jesh i drejtë kur gjykon, kur diskuton, kur debaton me ta. Po. Ibn Sirini thot, mos merr prej atij që ka ndodhur. Imam Maliku thot, nuk merret dije nga pasuesit e pasioneve. Bitatet. Imam Ahmedi thot, bidatçiu është armik i fesë, s'merret dëshmia e tij. Po. Yahya ibn Ma'in thot, na ka mashtruar bidatçiu. Po. Sufjan Ujejne thot, bidatçiu nuk është amanetar. Nuk e ruan amanet. Xherri i paargumentuar është gibet. Pra, kushti i tretë, xherri i paargumentuar është gibet. Po. Ibn Mubareku thot, gibeja dietarëve është më e rënda. Po. Sufjan al-Thauri ka thënë, ruajini gjuhët nga gjaku i dietarëve. Shurba ka thënë, gibeja është shkatrim. Po. Imam Ahmedi ka thënë, ai që përgojon është mëkatar i madh. Po. Imam Ibn Ebi Hatim ka thënë, mos e quaj gjerë atë që është gibet. Edhe pse Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala gjykatën e tij është nga më të ashprit në transmetuesit e hadithit.
Pra në transmetuesit e hadithit kur gjykon me ta është nga më të kritikët, anon nga kritika e fortë. E megjithatë është i kujdesshëm në përcaktimin dhe cilësimin e një transmetuesi, sepse ai nesër ditë që Kiameti do ta kërkoj nderin e tij. Pse ke thënë për mua ashtu? Do ta kërkoj ditën e Kiametit, pse ke thënë për mua ashtu? Po. Kapitulli 3, dallimi mes xhehelit dhe provimit. Pra, juve pak më sipër morët aspektin historik, trajtimin gjuhësor, trajtimin terminologjik, shkaqet dhe arsyet pse lindi kjo shkencë, si e ka kuptuar praktikisht dhe teorikisht dietarët e hadithit të shkencë dhe arrim ke kapitulli tjetër, pra cili është dallimi midis progojimit dhe xherrit dhe ta'dilit. Këta që janë sot, individ që janë sot që merren, a janë dietar? A janë të specializuar në shkencët islame? Edhe në qoftë se specializuar në shkencën islame, a flasin me detyrim me rregullat që ne përmendëm më sipër, apo siç ndodh sot në shumicën e rasteve? Në shumicën e rasteve, 90% tyre, ka thënë ky, ka thënë ai, nuk bën Albani, nuk bën ky, nuk bën ai. Po cili është argumenti? Kështu ka thënë filan. Ku di unë, kupton? Kjo është verbëri që të çon në humbje. Verbëri që të çon në humbje. Shikoni pra se çfarë thon dietarët, Zoti më shiroj, dhe prapë po flas për dietarët e hershëm klasikët. Gjoni më madje. Pastaj në fund fare do vinë ke bashkëhorët. Imam Maliku thot, përgojimi është haram, përveç kur ka nevojë fetare të sqaruar në dietarët. Po. Imam Shafiu ka thënë kritika e dietarëve është ilaç, ndërsa përgojimi është helm. Po. Imam Ahmedi ka thënë mos i përzjeni dy gjëra, kritikën dhe gibetin. Po. Ibn Sirini ka thënë fjalët qadhafia në mëkat. Po. Sufjan Thauri ka thënë mos ia çani nderin e muslimanit për shkak të mospejtimit. Kapitulli 4. Keqpërdorimi i modern i xherrit përballë metodës së muhadithinëve klasik. Pra si veprojnë sot dhe si vepronin dikur dietarët e hadithit. Po. Imam Maliku ka thënë mos u nxitoni të akuzoni. Po. Sufjan Thauri ka thënë nxitimin e gjykimit është prishje. Po. Ibn Mubarak ka thënë ai që shpall njerëzit të humbur pa argument është vetë i humbur. Po. Shorba ka thënë mos e përdorni këtë dituri për të shkatëruar njerëzit. Po. Imam Ahmedi ka thënë bidatin e shpall Allahu dhe i dërguari, jo dëshirat tona. Po. Kapitulli 5, rreziku i fjalës pa dituri. Ju pa të vëllezër se çfarë dallimi bëjnë dietarët midis përgojimit dhe kësaj fushë. Dhe ju thash që kjo fushë, kjo shkencë është mbyllur në fundin e shekullit 8 Hijri. Dietarët që erdhën më pas shtuan, bën kritik, bën analizë, por nuk kishin çati shtonin më kësaj shkence, sepse u mbyll transmetimi i hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse brez pas brezi dietarët që studiuan këtë shkencë bënin më shumë analizë, bënin kritik, bënin ijtihadet e tyre, mendimet e tyre, por nuk se sollën diçka të re në këtë fushë, nuk vun rregulla të reja. Por analizuan, korrektuan tekstet, u kujdesën për to që t'i përcjellin në formën në mënyrë më të mirë. Kurse sot goditen njerëzit për shumë arsye, për xhelozi personale, për fanatizëm personal, për fanatizëm medhebor, për fanatizëm sektar, për gjykime dhe provokime politike. A e dini që shumë njerëz janë krijuar politikisht për të marrë me individ në emër të shkencës xherrit dhe ta'dilit. Sidomos mas luftës Afganistanit, pasaj luftës Irakut, shpërtheu kjo lloj ashtu quajtur shkepse rrem, pa rregulla, pa argumente, pa edukat, pa etik. Sa që u desh shumë për dietarëve të mëdhenj të ndërhynin në përplasje midis grupe dietarësh në nxënësa vazhdies, pikërisht për të hedhur poshtë këtë shpifje në emër të xhersit dhe ta'dilit. Po. Ibn Sirini ka thënë, dëmi që vjen nga ignoranca është më i madh se ai që vjen nga zullumi. Ignoranca kalon zullumin, ignoranca vetë zullum, pastaj zullum mbi zullumin. Maliku ka thënë, kush flet pa dituri dhe të përgatis vendin e tij në zjarr. Ndërtuar kjo me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men kadhaba alayhi mutaammidan falyatabawa miqadahu minan nar. Pra, kush flet për mua duke shpikur, gënjur për mua, le të përgatisë vetes diçka nga zjarri, karrige për zjarri, ose fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men takallama bi kulli ma sami'a, dhe kush flet me çdo gjë që dëgjon, le të përgatisë vetes karrige për zjarri. Imam Ahmedi ka thënë, fjala pa argument është shpifje. Po. Shafiu ka thënë, mos fol derisa të dish. Po. Ibn Mubarak ka thënë, dituria është dritë.
ignoranca është vërsill. Po, Pra kushtet që përmendin dietarët që merren me këtë dituri janë. Thot Ibn Hajar el-Asqalani, kush merret me Jahl al-Ta'dil duhet të posedojë e para dijen, drejtësinë, kujdesin, çlirimin nga pasionet dhe motivimet personale. po, Dhe Habibu thot, nuk flasim për njerëzit nxënësit e nivelit të parë. Kjo është detyrë e dietarëve të provuar. pra vëllezër, imagjinoni, këta gjigantët nuk guxonin të flisnin për gjigantët. Vinë të paditurit njerëz të thjeshtë dhe flasin për gjigantët e kohës tyre. Pra, shikoni se çfarë pasojesh sjell kjo gjë. Po, Prandaj, kush merret me kritik të ketë parasysh rregullat dhe etikën që kanë vendosur selefët e këtij ummeti. Imam Ebu Hanife ka thënë, mos u merrni me mangësitë e dietarëve sepse ata janë mbrojtës të fesë. Imam Shafiu ka thënë, mëson të heshtesh nga respekti për dietarën, sepse mos respekti i tij është mos respekti i dijes. Imam Rajab el-Hanbali thotë, Ibn Rajab el-Hanbali nga dietarët e shekullit 6 Hijrit 7 Hijrit, nga gjikandët e hadithit rahimahullahu taala dhe nga specit e rralla në kohën e tij në shkencën e hadithit. Po. thotë, lejohet kritika kur ka rrezik për umetin, por duhet të jetë e matur, e shkurtër dhe pa thyrje. Okej, zëm se e vërtetuam që filani ka një gabim. Cili është rregulli dhe norma që vendoset për ta këshilluar këtë person? Ta degradojmë, ta degenerojmë imazhin e tij nëpër media, me shkrime, me fotografira, ku ta diun që bëhet sot. Kujdes nga filani bitaçi, filani i humbur, filani kështu, filani ashtu, sepse ka thënë filani që filani ka thënë filani se filani është kështu. Imagjinoni vëllezër çfarë bëhet sot. Pra, ja ulën kokën kësaj shkence dhe këtyre burrave të mëdhenj, duke u futur hundët në të njerëz që jo nuk e meritojnë, por janë shumë larg edhe moralit fetar. Ibn Said el-Nasi thot, këshillimi i dietarëve nuk bëhet publikisht, përveç kur është e domosdoshme. Pra, Ku gabojnë disa të rinj sot, nuk kanë dije të hadithit, flasin për atë që nuk i takon dhe kritikojnë dietarët. Fyrit i quajnë gjak, ndarjet personale i shesin si menhej selefi. Marrin citate nga dietarët modern jashtë kontekstit dhe i përdorin ato kundra hoxhallarëve të thirrësve të njohur për fen dhe kontributin e tyre në Islam. po, Dënojnë dietarët e mëdhenj duke u bazuar në kishkuptime politike apo mendime të meseleve të ijtihadit. po. Këshillat e dietarëve bashkëkohore. Pra si përmendëm se ku gabojnë këta të rinj sot. Me që këta ndjekin dietarët e mëdhëbit selefi në pretendime, në thonjza. Le të dëgjojmë se çfarë thon 6 nga dietarët e mëdhenj të kësaj feje në lidhje me këtë shkencë, se kush duhet të flasë dhe kujt i takon, dhe cilat janë rregullat dhe etika. Po, Më poshtë po përcjellin 6 dietarë të mëdhenj bashkëkohor që kanë këshilluar rinin se akuzat, kritikat, etiketimet dhe gjykimet që sillen sot në rrjetet e shoqërisë nuk janë gjëra të adil, por përgojim, përçarje dhe fjalë të paditurish, sepse kjo shkencë është vetëm për dietarët e mëdhenj me referenca të qarta. po, E para, Sheikh Abdulaziz ibn Bazi, Allahu më shëroft, thënia e sheikhut ku thuhet shkenca e gjehë dhe të adilit është detyrë e dietarëve të mëdhenj, e jo çdo njeriu që flet sipas dëshirës së tij. Kush merret me të pa dije, ai po përhap përgojim dhe përçarje. vazhdo. Poshtë është referenca, vazhdo. Sheikh Muhammed Nasiruddin al-Albani, Allahu më shëroft, ka thënë, nuk i lejohet rinis të merret me gjehë dhe të adilit. Kjo është shkencë për dietarët. Të rinj që merren me të nuk bëjnë gjë tjetër veç se përhapin fitnë dhe prishin zemrat. Vazhdo. Sheikh Salih Fauzani, Allahu e ruajt, ka thënë, kjo çështje e gjykimeve të individëve e shpalljes së dikujt si novator apo e hedhjes poshtë të filanit apo fistekut nuk është punë për të rinj. Kush e bën këtë është duke përgojuar të shpifur, jo duke bërë gjë dhe të adil. Po, Sheikh Salih el-Munajjid, el-Munajjid, po. Allahu e ruajt, thot,
Pjesa më e madhe e asaj që shohim sot në internet me akuza dhe përgojime me stërvime nuk ka lidhje me gjehen e të ardhimit. Kjo është thjesht dëmtim, shpifje dhe humbi kohe. Kjo shkencë ka rregulla dhe njerëzit e saj. Po. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Abadi është nga dietarët e mëdhenj të hadithit në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Allahu e ruajt, thot, njerëzit e rinj nuk duhet të futen fare në këto debate të gjendit dhe të ardhimit. Shumë prej tyre e kishë përdorin këtë emër për të përhapur armiqësi mes muslimanëve. Sheikh Rabia ibn Hadi al-Madkhali, Nga dietarët më kritik dhe më tegërt në shkencën e gjerrave të ta'dilit. Me që këta kanë shembull hoxhën e tyre, Zoti më mëshiroft se sot ai ka ndruar jetë, ka disa muaj, le ta shohim se çfarë thot hoxha e tyre për këta dietarët tan bashkëkohor. Dietarët e Facebookut. Po. edhe pse njihet si dietar i gjendit dhe të ta'dilit, ai e ndalon rinin të merret me këtë shkencë. Thot, nuk i takon rinis të merret me gjendin dhe të ta'dilit. Kjo shkencë kërkon dije të thellë, drejtësi dhe frikë ndaj Allahut. Çfarë shikojmë sot prej sharjeve dhe akuzave mes të rinjve nuk është gjatë, është gjuna dhe shkatrimi i unitetit. Po. Të gjithë këta dietar bashkëkohor kanë thënë qartë. Gjehri dhe ta'dili është shkencë e dietarëve dhe jo e masës. E dyta, ajo që ndodh sot mes të rinjve në rrjete e xhami është përgojim, jo shkencë. E treta, kjo sjell përçarje gjuna dhe largim nga dija. Po. Në përfundim themi se shkenca e al-jahl dhe al-ta'dil është një thesar i shmuar i Islamit, ruajtje e sunetit dhe mbrojtje e fesë. Ajo është ligjëruar për qëllime madhështore dhe jo për abuzime personale. Vetëm dietarët e mëdhenj, të aftë dhe të pandikuar në pasionet kanë të drejtë të merren me të. Devimi i disa të rinjve sot, të cilët përgojojnë, shpifin dhe sulmojnë dietarët në emër të gjallë, përbën një keqpërdorim të rrezikshëm që vjen ndesh me Kur'anin, Sunetin, etikën e dietarëve klasik dhe konsensusin e muhadithinëve. Rrugdalja është rikthimi te dia. Moraliteti, Edukata për adabi. Edukata, adabi dhe respekti për dietarët, siç thoshte Imam Maliku. Dia është nur, nuk i jepet një gjuhë të pandershme. Pra, dituria është nur dhe nuk e gjuhë pandeshme. Nëse do ta kishte mundsinë Merkeli, i kam sjell disa shembuj praktik se si gjykoni me individ caktuar dietarët. Shikoni pra si ora dakord në anën teorike hoxhë morën vesh, si kanë gjykuar mbi individet ata. Direkt mbi persona, dietar të asaj kohe, në asaj kohe. Do thotë 10 Po. shembuj. Po. 10 shembuj nga dietarët klasik, nga shekulli i parë tek shekulli i tretë. Imam Ahmedi për Abdullah ibn Lahian, po. thot, i dobët me hifz, por i dobët me hifz pas djegjes së librave. Pra, Imam Ahmedi rahimahullahu taala ka vënë në duke problemin e Ibn Lahijas. Ibn Lahija është një transmetues i cili ka harruar në fund të jetës së tij. Dhe ju dogjin librat. Ju dogjin librat. Atëherë dietarët nuk e merrin me hadithin prej tij sepse frika se mos po transmetonte nga hadithet që janë ngatruar, si mend. Dhe prandaj thanë që të gjithët e tij hadithet janë të dobta. Kurse një pjesë e tyre e vogël e tha që çdo transmetim që e ka nga Abdullah ibn Mubareku dhe Zuhriu e tjerë me radhë pranohet. Kurse shumica thotë jo, të gjitha hadithet e tij të mëvonshme janë të dobta. Pra, tregoj të metën pa shtuar, pa shpifur, pa përgojuar, pa cënuar nderin e tij. Dha dhe arsyeën që quhet al-jarh al-mufassar, pse ai ka këtë mendim. Po. Shembulli i dytë. E dyta, Yahya ibn Ma'in për Sufjan ibn Waqi. Sufjan al-Waqi. Thot, besnik, por gabon shumë pas verdimit. Pra besnik, pra thot për transmetuesin besnik, por mbasi është verbuar gabon shumë. Dhe njeriu kur verbohet edhe nuk i përsërit me hadithet, çfarë? Ndodh që të ketë probleme në memorinë e tij. Për këtë arsye, ai thot besnik, pra nuk ja hedh poshtë sinqeritetin. Siç bëhet sot, për qoftë edhe nëse është një gabim i ndonjë individi apo i nxënësi dije apo hoxha apo dietari, jo që të hedhin poshtë, po të hedhin në koshin e plerave dhe të nxjerrin parrull. Ti devijuar, ka dalë nga feja, ka dalë nga menhexhi, se ka thënë ky, ka thënë ai. Vazhdo shembull tjetër. E katërt, Shembullet janë më mira vëllezër, por kanë shumë pak, janë më mira shembullet, por un kam sjell shumë pak se mos zgjatem. Po. e treta, Imam
Buhariu për Ibrahim ibn Tahman, thot, Ibrahim at-Tahmani është nga dietarët e hadithit. Por çfarë thot Buhariu? thot i sakt, por ka irtibat, konfuzion në disa transmetime. Pra, vërtet ai ka qenë preciz në shumicën e haditheve, por herë pas here ka pas konfuzion. A është nga filani hadithi apo është nga filani hadithi? Shikoni pra gjykimin e drejtë mbi individin. Jo, pse ka thënë ky, ka thënë ai. Po. E ka dhe ta Imam Muslimi për Abdullah ibn Sari el-Misri, thot, Po. e përdorim, por ka gabimet e njohura. Pra e përdorim, ka thënë Imam Muslimi për Imam el-Misrin, sepse ai herë pas here e gabonte. Pra i marrim hadithet e tij me rezerva, duke ndjekur fi mutabaat, pra dhe kush të tjerë përveç tij ka transmetuar të njëjtin hadith, por me rezerva. Pra nuk e ka flakur Imam Muslimi rahimullahu taala tjetrin, por ka vënë rregullin dhe kushtin kur merret hadithi dhe kur nuk merret. Po. E pesta, e Bihadim al-Razi Me i egri i kosti në Gjerh dhe Ta'dil. Po. për Muhammed ibn Ishaq, thot, Ibn Ishaq, po. Muhammed ibn Ishaq, Sabi, po. thot, i drejt në hadith, por Mudellis. Pra Imam Muhammed Ibrahim Sabi apo Muhammed ibn Ishaq Sabi. Shembulli, emërja i dietarit hadith. Muhammed ibn Ishaq. Ibn Ishaq Sabi. Pra Muhammed ibn Ishaq Sabi, pra ka qenë nga ulemat e hadithit. Ka thënë i drejt. Po pastaj çka ka thënë mrapa? Mudellis, pse e ka pas zakon rahimullahu taala që ndonjëherë fuste transmetues të dobët në hadith, por përpara tij vinte me një të besueshëm. Mirë po, gjigantët e mëdhenj të hadithit që kontrollonin senedin, ka thënë kujdes se ai herë pas here fut transmetues jo të dur. Dhe kush e? Ai që merr vesh nga skenca dhe smundjet e hadithit, pra ka thënë i drejt. Nuk ka thënë mashtrues, gënjeshtar, por thot bën dhe këtë vepër. Po. Quhet nga smundjet e senedit. Abu Zur'a al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, po. Gjigant tjetër nga gjigantët e hadithit, i cili thot kam mësuar prej haditheve të pejgamberit 150.000, thot ti them si Fatihaja, 300.000 me të menduar. Dhe vjen në thonjza sot Jarani dhe thot ky bën dhe ky s'bën. Këta zguxonin ta thoshin këtë fjalë, Jarani guxon. Prandaj thonë që i paditur i budallaj ka guxim tepruar. për Hafs ibn Ghayath, Je Hafs ibn Ghayathin, po. thot, i besueshëm, por gabon kur ndryshon kujtesa. I besueshëm, por gabon kur i ndryshon kujtesa, sepse shpesh herë shumë prej dietarëve të hadith plakeshin dhe kishin luhatje në kujtesë. Normalisht dalloheshin të gjithë hadithet që ata kanë gërbuar në kujtesë, i nxirrin veç. Kur thot nëse transmeton nga filani në filan vit deri në filan vit nuk merren hadithet e tij, se ka gabuar shumë. Po i besueshëm në shumicën e haditheve të tij, alayhi salatu, Zoti mëshiroft, po. Imam Nasai për Abdullah ibn Muhammad al-Mukri, Po. thot, Thika, i besueshëm. por ka disa gabime. Thika, por ka disa gabime. Pra, shikoni shembujt, vazhdo se ke shembuj tjerë poshtë. Thika, i besueshëm, por ka disa gabime, edhe pse është i besueshëm, ka disa gabime në transmetim. Ibn Sa'd për Waqidin, Waqidiu është nga dietarët e historisë islame. Është i dobët në hadith. Por shko që thot, thot, i ditur në histori, por i dobët në hadith. i ditur në histori, ama në hadith është i dobët, është vërtet, ka qenë shumë i ditur në histori, si mos me gazi betejat e profetit, sahabët, tabiin, me kështu me radhë. Betejat, ama ka qenë i dobët në hadith. Pra, ka qenë i dobët në hadith. Çka do thot që ka nevojë për të marrë me rezervë transmetimet e atij. Dhe ka nevojë për kontroll nga gabimet, nga shpiket, nga shtesat, nga mangësitë e kështu me radhë. El-Lili për Hamad ibn Salama, Imam al-Aili o Urqaili, thot, i besueshëm, por gabon në fund të jetës. I besueshëm për gabon në fund të jetës, ka qenë Muhammed ibn Salama. Muhammed ibn Salama ka qenë nga dietarët e hadithit. E megjithatë ka qenë shumë i mirë, por në fund të jetës gabonte në transmetim. Sa pleqëri, lëra memoria. Po. Imam Darakutni për Ebu Hanife thot, i fortë në opinion, por jo në hadith. Në realitet, Ebu Hanife rahimullahu taala ka qenë faqih, gjigant në fik. Dhe arsyet që kanë përmendur në librat e Hanefive pse ai e ngushtoi rrethin e hadithit, pra nuk merrte pranonte nga çdo lloj në hadith, shkak të fitneve, sprova që eran kohën e tij. Luftërave, nga tresave politike, përçarjeve, ka qenë shumë rigoroz, pra nuk zgjerohej shumë,
si shumë të tjerë, si për shembull kanë qenë nxënës si Muhammed ibn Hasan al-Shaybani dhe Abu Yusuf. Dhe Abu Yusufi. Pra ka qenë i kujdesshëm. Mirë, po nuk ka qenë në rangun e gjikantëve të hadithit bashkëkohësve të tij. Ama mund të thush që s'ka qenë gjikant në fik, ka qenë gjikant në fik. Po. 5 shembuj nga dietarët e mëvonshëm. 5 shembuj nga dietarët e mëvonshëm, po. Ibn Hajar al-Asqalani për Muhammed ibn Fudayl thot, i besueshëm por ka gabime në transmetim. Po. Imam Dhahabiu për Waqidin thot, i praktisur në hadith por historian i madh. I praktisur në hadith por historian i madh. Bëni krahasim me xherrën e Tadilit i Iranëve bashkëkohor. Iranët bashkëkohor. Nuk t'i japin kurrë argument. Vetëm ka thënë, po cili është argumenti që ky nuk është burr i mirë? Ka thënë filani. Po pse Allah ka thënë ai mund të gabojë ai filani, mund ta ketë informacionin e gabuar, mund të ketë xhelozinë të, mund të ketë padituri për biografinë e filanit. Si e gjykuam ne këtë? Që bën apo s'bën? Ka thënë filani. A thua ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Po. Ibn Rajab el-Hanbali thot për disa transmetues të bastës, i drejtë në origjinë, por gabon për shkak të ikhtilatit. Ikhtilati është përzierja. Një herë transmeton të hadithin nga ky, një herë nga i tjetri, një herë nga i tjetri. Do thoshë ore nga kush e ke hadithin, kush e transmeton? Se i bën të lëmsh hadithet. Dhe quhet kjo ikhtilat, i përziheshin hadithet, i ngatroheshin hadithet. Po. El-Mizzi thot për Abdullah ibn Lahia. Ibn Lahia, po, që përmendëm pak më parë. I pranuar nëse transmeton nga libri i tij i hershëm. Pse nga libri i tij i hershëm, nga libri para se të digjeshin librat? Ulemat e hadithit për të verifikuar hadithin thoshin si e ke hadithin përmendësh kështu. Okej, shikoj ke libri. Nëse përpudhesh memoria me librin është në rregull. Nëse nuk përpudhesh memoria me librin, atëherë çka ishte nga memoria është e gabuar, çka ishte në librin është saktë. Sepse e kishte shkruar, nga transmetohet hadith. Shembulli i fundit i testi Es-Sakhawi për disa transmetues të historiografisë. Po. I përdorshëm në sira në histori, por jo në ahkam. Po, ke një shembull tjetër, vazhdo, kur dietarët janë akuzuar se kanë dhe probleme në akide. Çfarë kanë thënë ulemat e hadithit? Çfarë kanë thënë ulemat e hadithit? Shembull transmetuesis në gabime në akide, por pranohen në hadith. Bra. Që shembull në akide që kanë disa gabime ose transmetuar se kanë disa gabime në akide, por pranohen në hadith. Këta dietarët e xherrës të Adilit sot Facebookut, cilat janë gabime shumë për hoxhallarëve të ndershëm sot, gjigant që dihen që shuan për davetin e tyre, për akiden e tyre, për moralin e tyre, për besueshmërinë e tyre, cili është faji i nderit tyre që na përkëmbet sot. Kur Buhariu dhe Muslimi dhe librat e hadithit janë plot me hadith që kanë probleme me akiden, dhe janë transmetuar që kanë probleme me akiden, por nuk gënjenin për profetin sallallahu alajhi wasallam. E megjithatë dietarët e hadithit e vinin në dukje problemin, por manin drejtësi. Në hadith është i besueshëm, në hadith është kështu, me hadithi i tij pranohet, e tjera me radhë, kurse këta sot nuk pranojnë nga askush përveç nga hoxha e tyre, Zoti më shiroft. Po. Imran ibn Hatim, Khawarij në akide, grupi i devijuar politik teologjik. Kush? Imam kush? Ibn Hatim, ibn Hittam. Ibn Qattani thot për një tjetër, ha. Imran ibn Hittam. Imran ibn Qattan, po. Akide, Khawarij, grupi i devijuar politik teologjik. Gjendja i devijuar në besim për i saktë në transmetim. Jo, e ka fut kohë ai, s'ka mundësi. O vëllezër, ju betohem në Allahun që krijoi qiellin dhe tokën. Aq shumë janë shembujt e dietarëve të hadithit që kanë marrë nga njerëz që kanë probleme në akide, por kanë qenë preciz në zgjedhjen e haditheve të tyre. Preciz kanë qenë për zgjedhjen e haditheve të tyre. Dhe nuk i ka lënë kjo pas që ta vënë mangësinë e tyre në dukje. Ka këtë problem, por hadithi i tij pranohet. Ka këtë problem, por hadithi i tij nuk pranohet. Tashi juve jeni të rinj, keni dëgjuar shumë gjëra, keni mësuar shumë gjëra nga feja. Unë ja dhash këto shembuj se aq shumë janë vëllezër, aq shumë janë sa juve nuk mbarojmë deri edhe 2 muaj të lexojmë. Por pikërisht që të konformoni integritetin tuaj mbi gjykimin e individëve, mos të nxitoheni, mos bini viktim e qëllimeve politikeve, sidomos sulme nga dietarëve edhe shumë prej hoxhallarëve. Po. Imam Dhahabiu thotë i besueshëm në hadith por bidatçi. Për këtë thot? Imran ibn Hittam. I besueshëm në hadith po?
Bidatçi. Problem me akidën. Madje ka thënë Dhahabiu rahimahullahu taala për një nga ekstremistët shiit. Ekstremist në shiizëm ka thënë, por në hadithi sakt, lena hadithu, neve në takon hadithi i tij, bidatin e ka mbi kurrizën e tij. Pra e marrim hadithin e tij, bidatin e pse? Sepse këta njerëz që kanë pasur probleme në akide, ka pas për ty ka qenë besnik me fen. Ai ashtu e ka kuptuar, ka sprovuar Allah me atë kuptimin e tij të gabuar. Ama ka qenë preciz në fjalën e profetit alayhi salatu wasallam, nuk shtonte dhe nuk paksonte. Po. Amr ibn Ubayd, akide, Mu'tazili, mohojnë disa cilësi minore, Po. gjendja i devijuar në teologji. Ibn Hajeri thotë, i sinqert, por me bidat. I sinqert, po me bidat. I sinqert, po me bidat. Pra, i sinqert sadukun është fjala kur është transmetuesi jo në shkallën e lartë të transmetimit, por është më pak se thika i kesh preciz, por neve e pranojmë hadithin e tij ku ai aty nuk ndihmon me dhëbin e tij, ideologjinë e tij, partinë e tij, grupin e tij. Nëse e bëni gjë tillë, themi selamu aleikum wa rahmatullah. Ama aty ku nuk gabon pranohet, sepse kështu do të hymte gjysma e fesë, nëse do të vazhdonin në këtë lloj forme që thon këta individ sot. Po. Jahm ibn Safwan. Na. Akide Jahmi mohojnë cilësitë e Allahut. Po. Gjendja themeluesi i devijimit teologjik. Po. Dhahabi, i devijuar bidatçi. Pra, pse Imam Dhahabiu këtu e ka dhënë cilësimin e tij të qartë? Ky njeri ka kolur kufit, nuk pranohet feja për këtë hadithi për ti. Pra, ju mendoni se dietarët e hadithit do kishin frikë kur dikush nëse do të cënonte fjalën e Allahut dhe të pejgamberit? Kemi edhe shumë shembuj të tjerë me dhjetra me qindra kur ka qenë personi që nuk i pranohet hadithi fare. Madje kemi edhe qindra shembuj kur një grup i dietarëve e pranon hadithin, një grup tjerëve nuk e pranon hadithin. Qoftë në kohën e Buharit, e Buhatimit, Buzura, Abu Razit, Imam Ibn Ishaq, Imam Ahmedit, pra Imam Ahmedi dhe Buhariu e sakson hadithin e një personi, një grup tjetër nuk e sakson hadithin e një personi. Këtu është specialisti që merr bën dallimin se kur i pranohet dhe kur nuk i pranohet, jo individët, jo njerëzit e thjeshtë. Këtu po flasim kur transmetuesi kanë rënë dietarët e hadithit për transmetuesin mos pajtim. Disa e quajnë thika, disa e quajnë të besueshëm, pranueshëm, disa e quajnë të devijuar, e tjera me radhë nuk pranohet hadithi i tij. Por jo siç bëjnë sot njerëz të papjekur që nëpërkëmbin nderin e dietarëve. Po. Hamad ibn Salama nga dietarët e mëdhenj të akidës dhe besimit të hadithit. Po, është akuzuar për thot ka pasur ndikim në mendime të ndryshme, diskutuar me kritikët. Po. Gjendja i devotshëm por me dobësi në fund të jetës. Ibn Hajeri thot i besueshëm dhe adhurues, por kujtesa i lëshoi në fund. Pra i besueshëm dhe adhurues abid, por kujtesa i lëshoi në fund. Pra i vën dukje problemin. I vën në dukje problemin. Po. Sufjan ibn Uyeyna është nga gjykatët e hadithit dhe megjithatë dietarët kanë folur për të në disa mesele. A është e saktë apo jo, kjo është çështje do shqyrtuar, ama është thiqatun thabtun fil hadith. Preciz i qëndrueshëm në hadith. Kishte ndikim nga mendimet e hershme të diskutueshme në disa çështje teologjike, gjendja imam i madh i hadithit. Shumë mund të thosh ti për imam i madh i hadithit, po sigurisht imam i madh i hadithit, gjigant i hadithit. Pra kemi pasur shumë për ulemave të mëdhenj që kanë pasur në disa mesele edhe në çështjet e akidës mendimet e tyre. Pavarësisht a kanë pranueshme apo jo, ama dietarët kur përshkruajnë biografinë e tyre flisin me superlativa. Edhe pse thamë që ka pasur i besueshëm kështu, po ka probleme në akide. Ka probleme në transmetim, ka probleme në mendim, ka qenë ndikuar nga medhhebi filanit, nga sekti filanit. Pra i kanë bërë të qarta, por nuk e kanë konsideruar një tjetrin si armik vetëm kur ka qenë bidati i tij, bidati rrezikshëm, si Khawarijët, që cilët gënjeni për medhhebin e tyre, apo Mu'tazilit që gënjeni për hadithet e profetit, interpretonin hadithet sipas konceptit të tyre filozofik e tjerë. Pra kur ishte bidati i tepruar në çështje. E megjithatë, ulemat e hadithit kanë bërë diskutime të hollësishme në cilësimin e shumë njerëzve. Po. Është libri Imam Dhahabiut, Sirr al-A'lam an-Nubala, po. Wasil ibn Ata Mu'tazili, Wasil ibn Ata, Mu'tazili, është i pari i cili u shkëput dhe krijoi sektin. Si thot Hasan al-Basri, i'tazala fulan, u largua nga ne filan. Domethënë bëri xhamat në vete, bëri grup në vete, po.
themeluesi i Mu'tezilës. Po, Gjendja i devijuar në teologji. Ibn Hajeri thotë nuk merret si argument në hadith. s'merret, e ka bërë të qartë arsyen, nuk merret si argument në hadith. Nëse do hym këtë mëhershmit, akoma më fort kritikojnë. Nëse mbyllim në shembuj, pra vëllezër, këto janë disa shembuj që ne ju përmendëm nga qindra e mira shembuj që janë nëpër libra, që rregullat, edukata, etika që kanë vendosur dietarët e hadithit në mbrojtje të fesë. Dhe dalim me rezultatin që qëllimi këtu është ruajtja e fesë Allahut nga shpikjet, nga devimet, nga shtesat, nga gënjeshtja ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse jo, nuk do të na kisha ardhur neve zinxhiri i fesë islame deri këtu ku jemi sot. Akidja jon, besimi jon, morali jon, etika jon, historia e profetit, nëse këta dietar nuk do ta kishin qenë mbrojtësit e parë të hadithit profetit sallallahu taala alaihi wasallam. Pra jam i bindur që keni përfituar dhe keni nxjerrë mësime dhe dallimin midis përgojimit dhe keqbërimit të kësaj shkence, e cila përdohet pa rregulla, pa bazë, duke injoruar dietarët, muhadithinët dhe duke marrë guximin e tepruar në nëpërkëmbën e nderit njerëzve. Elusim Allahun azza wa jalla na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun që këtë xhamat ta përfshin rahmetin e tij. Elusim Allahun azza wa jalla që të kemi përfituar në rrugën e dietarëve tan. Elusim Allahun që të ketë qenë një mezhlis plot mëshirë dhe plot rahmet prej Zotit. Elusim Allahun azza wa jalla që të kemi përfituar për veten tonë radh par pasaj për të tjerët. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.